Merrni një gjethe dafine me vaj ulliri para orës 12 sonte, ja arsyeja e fortë. Dafina është një lloj druri që rritet në vendet mesdhetare me gjethe gjithmonë të gjelbra me erë të këndshme, që bën kokra të vogla me ngjyrë të errët. Gjethet e kësaj bime përdoren në mjekësi në gatim si erëza për gjelle e të tjera. Kjo erzë ka një sër përfitime shëndetësore. Ajo ndihmon edhe për të qetësuar nervat, për të lehtësuar venat varikoze, për lehtësimin e kyçeve dhe forcimin e sistemit imunitar. Në këtë video do të gjeni udhëzimet se si mund të përgatisni një recetë me gjethe dafine. Përbërësit që ju duhen janë 30 gram gjethe dafine, një kup vaj ulliri, një garzë dhe filloni me përgatitjen në këtë mënyrë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. I vendosni gjethet në një avan dhe i grini, shtoni një kup me vaj ulliri, e përzjeni përbërësit në një shishe, mbajni në një ambient të ftohtë të errët për 2 javë. Pas 2 javësh, hiqni gjethet dhe mbyllni sërish shishen. Tundeni shishen thuajse çdo ditë dhe përbërësit do të bëhen si një masë homogjene. Ruani sërish në një ambient të ftohtë për 2 javë. Pas 2 javësh filtroni përgatitjen duke përdorur një garzë. E ruani atë dhe mbani në mbajtëse prej xhami. Masën e përgatitur e përdorni për pjesët ku keni edhe inflamacione të shkaktuara nga artriti, si në duar, në këmbë, duke i fërkuar me kujdes, do të ndjeni qetësimin e dur derisa të merrni trajtimin e specializuar. Gjethet e dafinës, përveç se një ushqim që ka në forcë të pabesueshme shëruese, do ju shpëtojnë edhe nga ftohja. Në periudhën kur shpesh gatuani bishtaja, nuk do të harroni të shtoni në to edhe gjethet e dafinës. Dafina është përdorur prekosh edhe si një recetë me ndikime të mira antiseptike dhe kundërinflamatore. Ajo është e pasur me vitamina të grupit B, të cilat ndikojnë pozitivisht në metabolizëm dhe në statusin hormonal. Dafina përmban edhe minerale të shumta si kaliumi, bakri, seleni, hekuri, magnezi dhe zinku. Në periudhën kur na pushtojnë virozat, gjethet e dafinës do ju ndihmojnë shumë. 3 gjethe të grira imët i vendosni në 2.5 decilitër ujë dhe i zjeni për 10 minuta. Mbajni edhe 10 minuta të mbuluar me kapak dhe kulloni. Shtoni një lugë supe, lëng limoni dhe 2 lugë mjaltë. Për çdo shqetësim shëndetësor që mund të keni, sigurohuni që të konsultoheni edhe me mjekun tuaj. Dafina mund të përdoret gjithashtu edhe për shpërlarjen e flokut. Zjeni disa gjethe dafine në një tenxhere me ujë për jo më shumë se 20 minuta. Kur gjethet të kenë çliruar aromën e plot, hiqeni tenxheren nga zjarri dhe prisni sa të ftohet. Ky lëng përdoret edhe për shpërlarje dhe për masazh të flokut nga rrënjët e majat. Lëngu i dafinës konsumohet për pastrimin e skalpit edhe për infeksione të ndryshme bakteriale të flokut. Është një zgjidhje fantastike që mund të japë rezultate të mira. Gjithashtu gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitamina C, vitaminën B, vitaminën A. Kjo e fundit është një nga antioksidantët natyral që njihet më mirë në mbrojtjen e shikimit, por edhe në mbrojtjen kundër problemeve të mushkërive. Dafina ka në përmbajtje të saj nivele të larta të mineraleve të tilla siç mund të jetë bakri, potasi, kalciumi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Potasi do ju ndihmojë ndjeshëm gjithashtu edhe në mbajtjen në kontroll të rrahjeve të zemrës, tensionit të lartë të gjakut, gjithashtu edhe problemeve thelbësore me prodhimin e qelizave të kuqe. Dafina është një zgjidhje fantastike ushqyese edhe për sistemin tuaj tretës, citon Healthline. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik, që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës ndihmojnë gjithashtu me tretjen dhe qetësojnë stomakun e trazuar dhe zorët. Dafina është një bimë fantastike gjithashtu edhe kundër problemeve të frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar gjithashtu kundër problemeve të ndryshme të frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton që të zjeni ujin me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin për të lehtësuar gjithashtu edhe problemet që mund të vinë nga këto komplikacione. Ndaj përdorimi i kësaj recete në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje fantastike që mund të japë rezultate të mira në dobi të shëndetit tuaj. Gjethet e dafinës
Mund të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të flokëve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë mund të përdorni fare lehtë në këtë rast edhe gjethet e dafinës. Lagini ato me ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu edhe lëkurat e thata. Dafina ka efekte të mira anti-inflamatore dhe mund të japë rezultate fantastike në këtë drejtim. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës, gjithashtu është edhe reduktimi i inflamacioneve në organizëm. Gjethet e saj kanë element të mirë ushqyes në eliminimin e këtyre problemeve, të cilat shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të zonave të caktuara, duke shkaktuar edhe inflamacione. Dafina është një bimë shumë e mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë edhe acidin kafeik dhe rutin, dy element që japën zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut, ndërsa efektet e tyre janë efektive edhe për sistemin kardiovaskular. Gjethet e dafinës janë një zgjidhje shumë e mirë kundër ankthit dhe kundër problemeve të stresit. Dafina ka një efekt lehtësues, çlirues dhe qetësues. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjet e tyre linalol, një element që i ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës mund të ndihmojnë të qetësoheni edhe në momentet tuaja më stresuese, kur ankthi është tepër i lartë. Gjethet e dafinës janë një ushqyes shumë i mirë i trupit edhe në rastin kundër luhatjeve të sheqerit. Gjethet e dafinës kanë një lidhje direkte edhe në mbajtjen nën kontroll të luhatjeve të sheqerit, duke u kthyer në një aleat të vërtetë të organizmit tuaj, sidomos në këto situata stresuese derisa të merrni trajtimin e specializuar. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin e fortë të organizmit. Ato janë përdorur që në lashtësi nga mjekësia popullore në lehtësimin e njësër komplikacionesh dhe rritjen e vlerave të trupit. Një recetë e vjetër e përdorur edhe kundër komplikacioneve të ndryshme të organizmit, sidomos kundër problemeve të stomakut dhe të urthit gjithashtu. Përgatitja e recetës me gjethet dafine mund të cilësohet si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve, citon Elthasai. Për përgatitjen e kësaj recete do ju duhen 10 gjethe dafine të thata të grimcuara, 4 lugë gjethe me lëkura portokalli të grimcuara. I përzieni bashk, hidhni në një tenxhere me 1 litër ujë dhe i zieni për 10 minuta. Pasi të keni zier, duhet ta lini enën e mbuluar për 20 minuta dhe më pas e kulloni. E ëmbëlsoni atë me mjalt dhe e konsumoni 3 herë në ditë pas vakteve të ngrënies. Vlerat e mira të dafinës janë gjithashtu edhe kundër problemeve të tretjes. Gjethet e dafinës kanë një ndikim të fortë në sistemin tretës, duke nxitur kështu urinimin dhe si rrjedhoj duke ulur nivelin e toksinave në trupin tuaj. Dafina mund të stimulojë gjithashtu të vjedhat, në rast se mund të jeni helmuar nga ndonjë ushqim i caktuar. Përmbajtja organike e gjethetve të dafinës ndihmon në tretje dhe gjithashtu edhe në qetësimin e stomakut dhe të zorrës së trazuar. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja si një zgjidhje mjaft të mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Dafina do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj të flokut. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni gjithashtu edhe zbokthin, atëherë mund të përdorni në ndihmë gjethet e dafinës. Lakni gjethet e dafinës me ujë dhe fërkoni skalpin e kokës dhe zbuseni me lëkurët e thata. Gjithashtu, gjethet e dafinës mund të jenë një lehtësim shumë i mirë edhe kundër problemeve të zemrës, duke dhënë rezultate fantastike në këtë mbajtje të këtyre komplikacioneve. Gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, 2 substanca të cilat përmirësojnë shëndetin e zemrës. Ato janë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër ankthit dhe kundër problemeve të stresit. Dafina ka efekte lehtësuese dhe qetësuese. Së bashku me trumzën borzilokun, dafina ka në përmbajtjet e saj element të mirë ushqyes, të cilët do të ulin hormonet e stresit në organizëm. Hormonet e stresit të çliruara mund të ndikojnë në çështjet tuaja dhe të shkaktojnë edhe komplikacione. Ndaj përdorini gjithmonë me kujdes këto gjethe. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.